Selam aleikum, si dukeni, si jeni, si shkoni, si më grujt sot njerë. Ore, ka njerë që s'jarë mirë, ka njerë që, hamdullah, më thënë, ne u grujt mirë, hamdullah, Zoti në falë në ruajt gjithve, e ju beqatot në familje tuaja, normal, më thënë që ne përshëndesim gjithmonë me një strat për këto në gjithë vëgli, miqtë e mi dashur, produkte shumë cilësor, sot gjene edhe në Shqipëri, të dyqani produkte naturale, normal që në Europë, më thënë, shkon kudo, hamdullah, më thënë që e kemi këtë mundësi që e kemi midis nesh, ajo që më ka shtyrë sot, miqtë e mi, është për të folur për njerëz që kanë probleme me aciditetin lartë të stomakut, aciditetin lartë, djegje, aciditet, urë, sepse njerëzit, shumica e njerëzit mundohen, më thënë, që të sistemohen me ilaçet që marrin. Kam qenë unë dikur i tim, që merre ilaçet, por ishin vetëm qetësuese, në fakt ilaçet, çfarë ilaçesh janë kimikate, janë qetësuese, por nuk janë kuruese, atë e dini shumë mirë, më thënë. Ne duam zgjidhje o vëllezër, ne nuk duam vetëm qetësim, ne duam zgjidhje. Ne duam që stomaku jon, aciditeti jon të rregullohet. Ne këtë duam. Edhe ky gjigant të punë bën. Kështu që unë për vend time e mbaj mend akoma, që e merja, por nuk ishte zgjidhje, nuk ishte. Plus më thënë që isha shumë i racionuar në ushqim. Sot, hamdullah, ham çdo gjë sot, çdo gjë ham sot. Hamdullah, po pse? Sepse e kemi rregulluar shëndetin ton, e kemi rregulluar aciditetin ton me të gjinat. Një strat i ftohtë nga gjë po bëj, se ka shumë njerëz që thonë që s'ka zgjidhje, jo, ka zgjidhje, që s'ka zgjidhje. Allah ka krijuar, Zoti ka krijuar natën ditën, të keqen të mirën, ka krijuar smundja, ilaçi, ka kriju, ka zgjidhje, që s'ka zgjidhje. Ai që don. Ai që s'don pastaj rrit me atë mendjen e vet, më thënë që s'ka zgjidhje, jo, ka zgjidhje, ka zgjidhje, alhamdulillah, më thënë zgjidhja më e mirë është me të çaj, ky fakt është çaj, po është çaj në formë të ftohtë, jo në të zier. Çaj në zier, ja humb vlerat, ja humb 80%, kurse ky është i ftohtë, ky është me stratu. Çfarë bën? Preson, heq aciditetin lartë në stomak. Të bën. Një herë që ti heq aciditetin lartë në stomak, e rregullon, stabilizues të aciditetin, sepse aciditeti duhet, për të rritjen e ushqimit, s'kema nevojë ti për të rishmër të shishe. Ama sot ti vetë nuk e rregullon dot rregullimin ose stabilitetin e aciditetit në stomak, sot më thënë, me këtë gjigant, edhe kjo që po ja të shëvoj është diçka, më thënë që Zoti e di më së miri për atë që ua komunikoj, sepse kemi pas shumë raste të ndryshme. Hamdulillah, më thënë njerëzit kanë marrë zgjidhje. Kjo është ja fat kohë 3-4 muaj, edhe një herë që ti më thënë rregullon acidin ten, ti mbaron punë këtu. Kështu që miku im i dashur, ju që e shihni këtë video, ndoshta ju nuk keni nevojë, por ata që njerëz që vuajnë me stomakun, me djegjen e stomakut, me urën e stomakut, do ta ndihmonit shumë që t'ia komunikonit. Zoti ruaj gjithve. Esselamu aleyküm.